mos të harroj me bëmë dua. Edhe për ata muslimat të cilët janë bërë sebeb që ky popull me pranu fejnë islam. Edhe ata muslimat të cilët e kanë ndërtu këtë xhami e që baballarët e tanë e kanë trashëgu, edhe ne e kemi trashëgu edhe ju, gjeneratë pas gjeneratë. Nashta, na i punë nuk i ka shku ndërmend me bënë ndë një dua, ndë një lutje, fillimisht për ata të parë, se të kanë pru fejnë islamë që kanë si të troje, po ata të kanë ndërtu të xhamia, Allah i shpërblet. Ne gjithsesi do të falënderojmë që na ka bërë musliman, na ka bërë besimtar. Shumë me falëndru Allahun, që na ka bërë pjesëtar të kësaj feje, dhe që ne me lejnë Allahu Gjelle Shanuhu do të shpëtojmë prej zjarrit të xhehenemit me rahmetin Allahut, duke e praktiku këtë fej të cilën e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala tek Muhamedi alayhi salatu wassalam. Unë do të përmend insha Allah ta'ala disa fjalë, disa pika që kanë bënë me atë pse na do të me falendru që ka shumë Allahun dhe në shanu për këtë fej. Cila është kjo fej? Çka është kjo fej që na ka shumë podesh ka me falendru Allahun dhe në shanu dhe ka shumë podesh ka me bëhë hizmet kësaj feje. Do të përmeni disa pika. Pika e parë, ta falendrojmë Allahun për këtë fej, sepse kjo është fej e Allahut xhalla shanu. Fej të cilën e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala prej mbi 7 polqej tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmes Gjibrilit alaihi salam. Do më thonë, pse na me falendru Allahun xhalla shanu për këtë fej, qofse ka njerëz që në fe tjera, edhe ata thujnë ne jena fetar, edhe ata thujnë ne e lus me Allahun, edhe ata shpresojnë bile që kanë me shku në xhenet, sipas mendimit tyre. Pse kjo feje ju na poveçoj ka prej fejve tjera? Pika e parë është sepse kjo është prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu Gjelle Shanuhu e ka zbrit këtë fej tek Muhamedi a.s. Bile e ka zbrit pe Ademit a.s. të gjithë pejgamberët deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kurse fejt e tjera, edhe pse fillimisht Allahu i pa të zbrit tek Musa a.s. e pastaj tek Isa a.s. por pastaj njerëzit i kanë deviju ato. Dhe ka dashur Allahu Gjelle Shanuhu që ta jep premtimin në fjalën e tij në Kur'an, që të premtoj Allahu se do ta ruaj këtë fe. Allahu ka thënë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Që nuk ka thënë domon Allahu as për Tevratin, as për Injilin, as për Zeburin, as për libra të tjera shpallura, nuk ka premtuar Allahu se do t'i ruaj ato. Kurse për Kur'anin ka thënë edhe për këtë fe ne e kemi zbrit dhe do ta ruaj. E pra, pse ta falendrojmë Allahun xhalla shanu? Sepse për këtë fe, sepse kjo është ajo origjinali të cilën e ka zbrit Allahu xhalla shanu tek Muhamedi alayhis salam dhe do ta ruaj deri në ditën e Kiametit. Pra atë na e falendrojmë Allahun xhalla shanu që na ka bërë prej kësaj feje. Fe e cila na çon në xhenet pa kur farshybe hiç. Por ne do të jemi ata që me i bëjmë hizmet kësaj feje, e ne i bëjmë hizmet e Allahu me rahmetin e tij na çon në xhenet edhe inshallah na shpëton prej zjarrit të xhehenemit. Pra, ajo çka e dollon këtë fe prej tjerëve është pika e parë që është e zbritur prej Allahut subhanahu wa taala. E dyta është që kjo fe është fe e natyrshmërisë. Do më thonë, i përshtatet natyrshmërisë së njerëzimit. Allahu nuk na ka ngarkuar në Kur'an mbi diçka çka nuk mund ta përballon njeri. Por alhamdulillah feja e Islamit është fe e cila është
e kallajshme me mbajt dhe me praktiku. Normalisht që ka obligime, mirë po nuk është e pamundur. Allahu në ajete të ndryshme na ka tregu që nuk na ngarkon me atë çka s'mund me çojmë. La yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridu bikum Allahu al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Për shembull ajetin e parë Allah thotë nuk u ngarkon Allahu njerëzit, nuk i ngarkon me atë çka ata s'mund ta bartin. Në ajetin tjetër Allah thotë Allahu don për juve lehtësim, nuk don për juve ngarkim. Pra Allah na ka don për neve lehtësim. Pra atë na ka ngarkuar Allahu me namaz, e para namazit me abdest. Po nëse s'kemi abdest, nëse s'kemi ujë, atëherë morremi temum. Po dhe kur vjen puna për më fal, nëse s'mundim më fal në kam, falmi ul. Nëse s'mundim më fal ul, falmi në shtet. Domthon kur ka ardhur njëri prej sahabive tek pejgamberi alayhis salatu wasalam, me u anku për shëndetin e tij, edhe me pyet për namaz, pejgamberi sa më ka thonë salli qa'iman, falu në kam. Fa in lam tastati fa qa'idan. Nëse s'mundesh në kam, atëherë falu ul. Po nëse s'mundesh, fa ala jam. Domthon në shtet. Kryesora namazin me fal. Domthon Allahu nuk na ka ngarkuar me atë çka na s'mund të çojë, por na ka ngarkuar me diçka çka është të dobishme dhe hajër për neve. Pra, feja islame është feje e natyrshmërisë. Është diçka e natyrshme për njerin. Që kur të shohim të tjerët e kanë ngarkuar ata vetë, e kanë ngarkuar vetveten e tyre me diçka që nuk i ka ngarkuar Allahu xhallahu shanu. Allahu tregon për atë murgërinë e tyre thotë wa rahbaniyatan ibtada'uha. Dhe për murgërinë të cilën ata kanë shpik, nuk i ka ngarkuar Allahu xhallahu shanu. Pra, e natyrshme është që njerëzit për shembull të martohen. Martohet mashkulli me femrën. Dhe ka bë Allahu të lëshme. Pra është diçka e natyrshme, çka shkon me natyrshmërinë e njerëzve, edhe të njerëzimit. Pra ata Allahu xhallahu shanu na ka leju martesën. Alhamdulillah. Kurse ata të tjerë të thotë të kanë ndalu veten prej martesës, e pastaj Allahu, pasi që na ka kriju në atë natyrshmëri, që njeriu ka nevojë me u martu. Mashkulli me femrën edhe femra me mashkullin, e pastaj ata kur martohen, kur nuk e mojnë gjatën, kur nuk e mojnë udhën, kur nuk e mojnë asfaltin, tani do të më hinë lakna, hinë sërrishtës e tallishtës e mëzvet. Pra të të mojnë edhe bëhen hurë. E ne, alhamdulillah, që Allahu xhallahu shanuhu na ka dërgu këtë fejë që është e natyrshme. Për shtatet me këtë natyrshmërinë e njerit. Për atë, edhe kur kanë ardhur sahabët, është hadithi i njohur, kur kanë ardhur sahabët tek shtëpia e pejgamberit alayhis salam, me pyet për ibadetin, për adhurimin e pejgamberit alayhis salam, e pastaj kur kanë marrë përgjigje prej grave të pejgamberit alayhis salam, se ai falet shumë, agjeron shumë, lexon shumë kështu me radhë, njëri pi aty 3 personave ka thonë unë s'kam e fjet kur, kam fal të natën. Teti ka thonë s'kam e hangër kur ditën, gjithmonë kam e agjeru. Teti ka thonë unë s'kam martu. Se gruaja fëmia angazhime e pejgamberit alayhis salam o judhnu kur i kanë këtë fjalë. Ka thonë unë jam etqakum, unë jam që më shumë jam i devotshëm tek Allahu për juve dhe që më shumë i frigohen Allahut te lëshon. Por çka? Edhe ninoj, do ditë ninoj, do ditë ninoj. Natën edhe flej, edhe fala, edhe martuna. Domthon ka tregu pejgamberi alayhis salam çka është mbrana natyrshmërisë së fesë. Por kjo fe është e natyrshme. Fe e natyrshme që Allahu xhallahu e ka zbrit tek njerëzit për domthon fe që i përshtatet natyrshmërisë njerëzve. Pikë tjetër që lidhet me këtë është edhe el-wasatiyya. Feja islame është fe e mesme, që nuk i ngarkon njerëzit shumë. Pra të Allahu xhallahu na ka obligu me fal namazit 5 kohë në ditë. E falmi sabahin, pe sabahit I deri në drejt jemi të lirë.
pastaj pej drekës deri në ikindi jemi të lirë, pastaj pej ikindis deri në akşam jemi të lirë, pastaj prej akşamit deri në jaci jemi të lirë. Domthon namazet I falmi, mirë po, mrena këtyre namazeve jena të lirë. Pastaj ai që mund me orë në xhami, do të me orë në xhami, ai që s'mund me orë në xhami, falet të shtëpia, falet në dyqan, falet në punë. Ku gjindet falet, elhamdulillah, në spital falet, në fabrik falet. Domthon fe e mesme, e cila as nuk na ka shtërngu shumë, po as nuk na ka liru krejt. Domthon na ka dhënë të obligime, të cilat na mojnë binar, mos me shku në ekstrem, as për mu liru krejt, po as mos mu shtërngu, që që ka shtërngu, po tjerë vetë vetën. Domthon fe e ka lajshme, fe e lehtë, u elhamdulillahi rabbil alamin. Po I ka do hizmete, po valla I ka do hizmete, elhamdulillah që I ka do hizmete. Po me që do hizmete të pakta, ne fitojmë xhenetin me rahmetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj feja islame është fe e akhlakit, është fe e sjelljes, është fe e moralit. Do të lau këto pak më vonë me përfundu. Pikë tjetër është feja islame është fe e diturisë, fe e ilmit, që Allahu Gjallashanuhu ka dërgu Gjibrilin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më mësu qysh me besu Allahun Gjallashanuhu. E pastaj Muhamedi alayhi salam 23 vjet ka bo punë pejgamberllok më na mësu neve qysh me adhuru Allahun Gjallashanuhu. Pra të në fe islame Allahu Gjallashanuhu ka përmend disa ajete në Kur'an të cilat flasin për vlerën e diturisë edhe të dietarëve. Pra të ne si musliman, si besimtar, do të kemi kujdes që të rrim afër hoxhallarëve, të rrim afër dietarëve, të rrim afër ulemave. Ai që largohet për ulemave, ai që largohet për dietarëve, që shka thonë pejgamberi ai që largohet për xhamatit, dele ai që largohet për kopes e hanuki. Pra të ne letet njëna për përësive të sotit për neve të gjithë që me nejtë nga të ulemave, me nejtë nga të hoxhallarëve, që të hoxhallarë që në dëshmum, që të hoxhallarë që bojnë punë, edhe që veprat e tyre I kanë sukur që I kanë fjalët e tyre. Veprat e tyre I kanë sukur që I kanë fjalët e tyre. Edhe veprat e tyre, edhe ilmi I tyre, edhe përësia e tyre janë qysh ka thonë Allahu, edhe qysh ka thonë pejgamberi alayhis salam, edhe qysh ka thonë sahabët, edhe qysh ka thonë ulemaja, dietarët e dëshmuar. Pra këtë feja jonë është fe e ilmit. Në fe tonë nuk ka e ku pasu në babën hoxh, edhe unë patjetër më kanë hoxh. Sukur që e kanë dërvesht. Baba ja le durën atij djalit e kështu me radhë. Ja. Te na hoxh është çaj që kam mësu fejen, edhe çaj që I frigohet Allahu Gjallashanuhu. Më nësi, neve na intereson që na duhet me mësu fejen. Sepse s'muj me praktiku fejen pa e mësu fejen. Sepse kjo është feja Allahu Gjallashanuhu. Nuk guxojmë na me apo na çysh dojna. Po në fe duhet me apo çysh ka porosit Allahu, edhe çysh ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj feja islame dallohet që është fe e ilmit, fe e diturisë. Të marrë dituri për hoxhallarëve, për dietarëve, për ulemave, edhe të bëjmë sabër, edhe të bëjmë durim me kërkimin e diturisë. Pra, të mësojmë islamin, të mësojmë edhe fëmijëve tonë, të mësojmë edhe familjarëve tonë, të mësojmë çysh me kërku diturin, edhe çysh me respektu dietarët, ulemat, hoxhallarët, që ata të cilët I kemi. Na jetojmë në Ballkan, na jetojmë në Maqedoni, jetojmë në Kosovë, nuk jetojnë në Arabi, atë ka hoxhallarë, atë ka ulema, po që tash ka janë qëtu, elhamdulillah, janë bodhë mirë. Edhe ata që janë konë para neve, elhamdulillah, janë konë bodhë mirë, Allah është përbleft, Allah I rujtë. Nashta, ata hoxhallarë para neve, nashta s'kan ditë, s'kan studiu sukur na me fakultete me sene, po Allah e kanë pas takvallakin, pasha Zotin e kanë pas imanin, e kanë pas besimin, që kanë herë pi imanit e pi besimit, I kanë shtërku do punë shumë, ma shumë që kanë desht për me rujt imanit, për me rujt besimin. Allah I qofë në xhenet e I shpërbleft. Pra feja jonë është fe e diturisë. Pra atë që tash elhamdulillah kena mundësi me marrë dituri, I kena hoxhallar në dispozicion, mos dhimën ty ata dinart
e Maqedonisë me thirr hoxhën në telefon e me vetë për një mesele, se ma lirë është me harxhu që ata dinart, s'pedi sa janë ata, me 1 minutë, 2 minutë, se sa me hi dallash te Allahu subhanahu wa taala, ose me fol diçka, ose me punu diçka dallash. Pikë tjetër që është veçori e kësaj feje dhe pse na duhet me falendru Allahun xhaleshanu për këtë fe, është feja e Islamit, feja e Islamit është feja e akhlakit, është feja e moralit, është feja e sjelljes. Ne si musliman, këtë fe që na ka dërguar Allahu xhaleshanu, obligimet që kemi ne si musliman ndaj Allahut janë në 2 anë. Ana vertikale edhe ana horizontale. Ana vertikale, obligimet që i kemi ndaj Allahut, me besu, me ju bind atij subhanahu wa taala, me adhurime, me fjalë, mos foli me zemër, me fjalë, edhe me vepra, dhe ajo çka po duhet të thonë 2-3 fjalë, është që obligimet horizontale që i kemi ndaj njerëzve. Allahu xhaleshanuhu na ka kriju prej nanave edhe baballarëve tonë. Kemi nina, kemi nan, kemi bab, kemi vllazni, kemi motra, kemi këshi, kemi akriballak. Kemi ndaj tyne kena obligime. Kemi ndaj tyne kena obligime. Dhe nuk mund më kanë një musliman i mirë, në qoftë se nuk i ka raportet mirë prej nanës, e babës, e vllaut, e motrës, e gruas, e fëmijës. Edhe ata tjetë ma gjanë. Nuk mund më kanë. Mund një njeri me arë në gjami, mund më kanë me 5 vakt në gjami, mund me arë më falë saft parë, mund më falë edhe natën edhe ditën, na file, mund me ninu. Së dështë, inshallah Allah e ma kabul. Mirë, po problem është pikpytje, në qoftë se ai si ka raportet mirë me nanën e vetë, ose me babën e vetë, me gruën e vetë, me fëmijën e vetë, me vllahën e vetë, me motrën e vetë, me akriballë dhe me xhamat. Është problem kjo punë. Nuk mujna na me nreqë raportet me Allahun xhaleshanuhu, në qoftë se nuk i kena raportet mirë me njerëz. Sepse Allah na ka bë obligim me pas na raportet e mirë me shta njerëz. S'mund me pas një njeri raportet e mirë me Allahun, në qoftë se s'ka raportet e mirë me nanën e vet, me babën e vet, në qoftë se ka gjallë. Po dhe në qoftë se kanë vdek, me ba dua për ta, me ba lutje për ta, mi përmen me fjalë të mira. Kanë herë neve na ndodh disa njerëz pa vetdije, pa kujdes, ata baballat s'kishin pas ditë kur gjë. Subhanallah, s'man me thonë kështu për baba për nanën. S'ka nanë të keqe, s'ka babë të keqe. Andaj, edhe në qoftë se na kanë vdek nana dhe baba, a shkojmë në herë të vorrit tyne? Është porosi pejgamberit alayhis salam me shku me vizitu vorrin, me bë dua për ta. Edhe është marrë. Në qoftë se dikush i ka dek baba, i ka dek nana, edhe s'ia din vorrin. Për përsërisë edhe herë, marrë është për një musliman, për një besimtar, i cili vjen në xhami, i cili falet, i cili lutet, edhe më thon, a e di vorrin e babas së nanës, thotë valla se di. Marrë është kjo. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka ditë që nana vet ka vdek në kufër. Ka shkuja ka vizitu vorrin. E lemona musliman, lemona besimtar. Andaj kemi obligim, pra kjo fe na mëson neve që me sjell mirë me prindët e tanë, me nanën, me babën, me vllahën, me motrën, me gruan, me fëmijën, me akraballak. Do të me pas kujdes vllazni. Dhe është kanë herë është një dykuri që na shohim tek disa vllazni tonë. Vllazni që me namaz që e kanë kuptuar fejen kaq mirë, e shohim për shembull me vllazniku të me shoqëri kënaqet. Kish ban muhabet, kënaqet, shkrinjet të muhabet. Kur shkon te shtëpia, mos ve. E fshel gojën, vetat i çet këposht, me ka, me babë me nanë, ose me gru, ose me fëmijë. Kështu nuk. Kështu feja e Islamit nuk ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ka thonë pejgamberi li ahli. Ka thonë pejgamberi sa më i miri për juve është ai i cili sillet më së miri me familjen e vet. Kurse ka thonë pejgamberi alaihi wasallam, jam më i miri për familjen time që sillem. Andaj muslimani mirë është ai i cili sillet mirë me familjen e vet. Kështu që feja jonë është feja e akhlakit. Andaj ta keni një akhlak mirë.
edhe Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se se ditën e Kiametit veprat më të mira që do të peshohen te Allahu xhaleshanu pas namazit e pas ibadetit, pas adhurimit, është akhlaki i mirë. Pra të mësjerë më laferide Allah është përbledh, fund pe kalzoj një histori, po që është histori për një me. Qa është e histori për një me? Ajo histori për një me është që qysh njerëzit e kanë kuptu. Këtu në herë, ata plesh për thuj kërë konë djoja marë, e kanë kuptu se kër mi thonë dikuj musliman, e ka kuptimin që a i më konë për një me të takvate Allahu dhe lëshanë. Po unë du me përmen një shembull i vërtet që ka ndodhur atje në Ferizaj para 4-50 vjetë, se lemo musliman, shqiptarët, që e kanë ditë që kur t'i këthuj dikuj musliman, do të më konë takva. Po edhe shkijet, edhe sërbët, e kanë morë vesh që fjala musliman do më thonë shumë i mirë, shumë vepër mirë, shumë punë mirë. Që që konë kjo histori, e të regon baba jem, Allah e rujtë, që i ka të regu personi, më një katon aty në Ferizaj, është një katon i thëjmë na prelezi muhajgjerë. Edhe i prelezi muhajgjerëve, është nëtë me një katon tjetër të sërve që kanë qenë të ashtë aty, babushi sërve. Ata në konë shumë natë aty dy katonët, edhe normalisht kanë bo këshilak. Edhe një ditë për ditëve, a i shkau, dushana, nuk e di që ka pas emrin, Dan i kanë thonë, dushan me siguri ka pas emrin, ka ardhen me nejt të kë i prelezit, të kë në prelez muhajgjer që ka pas emrin Adil. Se ku ka kalzu kënjeri ka thonë Baba Adil. Ka ardhen me nejt me pi kafe, me bo muhabet. Edhe ndërku, tu bo laf, tu bo muhabet, e ka vetë kë Baba Adil. I ka thonën, o Dan, po thamë dushana, nuk e di që ka pas emrin e shkao, së është manësi, i ka thonën, që që ki djemë të, shaj ki halët e, thot po thot mirë janë, mirë thot elhamdulillah, thot po dojnë u mu do djemë, a i shka po thot. Ta është këj babadil, po thot, po thot, por hajko, që kanë mundësi mu do, e kanë bo shpija sene, po ka thonë ti, me cilin do me shku, me cilin djallë do me shku, ta është po dohën të djemë, me cilin do me shku. E këta është, që to është aje pojnëta, që a i ka thonë a i shka, ka thonë e bradil, ka thonë jëmë nëzër. Thot pse e nëzën? Po thot që dhe pse e nëzën? Thot djallin e madh, thot e ka musliman, po gruën e ka shkin. Kurse djalli i vogël thot e shka, po gruën e ka musliman. Thot e s'pëti me së dhe me shku. A e mërë të vesh, se do me thonë që djallin e madh e ka musliman, po shka o ka thonë djallin e madh e ka musliman, se shumë i mirë, shumë i sjellë, shumë i prind. I ka thonë e ka është musliman, po gruën e ka shkin, e ka shumë të keqe, e ta s'poti që është me shku. Kurse thët, i dyti thët o vetë shka, po gruën e ka musliman. Pse e kalëzoha që të histori? E kalëzoha që të histori, që me kuptu se edhe shkijet e kanë ditë që fjala musliman, dhe më thonë i sjellshëm, dhe më thonë ahlakli, dhe më thonë me punë të mirë. Dhe më thonë, kjo histori së është prallë, po ka ndodhë në preles muhajgjerve në komunën e Ferizajt. Dhe më thonë, na që shto pra vllazërit do të me kuptu që fjala musliman do të më thonë i mirë me babën, i mirë me nanën, i mirë me gruën, i mirë me thmijën, i mirë me vllazni, i mirë me këshi. E inshallah Allahu dhe nëshanu për një me në banë musliman të Allahu subhanahu wa ta'ala. Inshallah Allah në banë nasib që na më konë sjellshëm me prindë të tanë, shka i kena gjallë. Ata shka kanë vdek, inshallah Allah i mshirën. Inshallah Allah në bashkon në vend harit. Inshallah gjithmonë kemi rast më taku për menet mira. Inshallah Allahu na ban që me jetu musliman. Inshallah Allah na ban për atyre të cilët e mësojnë fejen, e praktikojnë, o mësojnë edhe të tjerëve. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yashkuruk. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan Sheikh Farad. شوف يا أمير حياك الله الله يطريك خلاص